Listat janë dhe kryefjale e ditës. Shqiptarët pra panë mbrëm kontrastin e jashtëzakonshëm midis kandidatëve të opozitës për Shqipërinë madhështore, të aleancës për Shqipërinë madhështore, ndërta politikan me eksperiencë dhe të përkushtuar, promotor të kauzave të drejta dhe të mëdha të qytetarëve shqiptarë, pan në listën e koalicionit për Shqipërinë e aleancës për Shqipërinë madhështore, djem, vajza, burra dhe gra, që kanë bërë një qëndresë epike gjatë këtyre 4 vite të narkoshtetit dhe jo vetëm narkoshtetit, por dhe mafjes më të rrezikshme të planetit, mafjes sorosiane. Betej kjo për dignitetin kombëtar, betejnë kjo për familjen dhe vlerat e saj, betej kjo për sovranitetin e vërtet të brendshëm të një vendi. Shqiptarët panë mbrëm listën e përfaqësuesve të tyre, të cilët në një seri të pafundme denoncimesh i bën autopsin regjimit më të korruptuar të Europës dhe ndër më të korruptuarit në botë. Bën avokatin e interesit publik në parlament dhe kudo. Shqiptarët panë një garë mahnitse. Kandidatët të tyre nuk erdhen nga bodrumet e shtëpive mafioze. Nuk erdhen nga Dubai, Aruba, apo qendra tjera të rrezikshme të mafjes shqiptare, por erdhen nga vota dhe konsulta demokratike e antarëve të Partisë Demokratike. Shqiptarët panë në listën e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore një koalicion më të gjerin që ka ndodhur ndonjëherë. Koalicioni i cili është faktor madhor i fitores me 11 maj mbasi. Antarët e kësaj aleance përfaqësojnë mbi 26% të votave të gjithë shqiptarëve, pa Partinë Demokratike këtu. Shqiptarët panë në këto lista ekspert ndër më të shquarit nga bota akademike, nga biznesi, nga institucione të pavarura të shoqërisë civile, nga diaspora. Kur ndonjëherë një listë e tillë kaq
përmbajtësore, kaq cilësore, nuk është paraqitur para elektoratit shqiptar. Ndërkohë, shqiptarët panë listën e skapit në krahun tjetër. Të gjithë ministrat me dosje kuintalshë mbi shpinë u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur me mot për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën. Se ata që nuk kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën, por kanë ngrënë dardha veças, ata morën udhët, morën urët. Kjo është e vërteta. Ministrat, si Lubia, si Mazniku, €1.000 pjata, bifteku, si Lubia që ka administrue 12 miliard euro të shqiptarve kanë avulluar në drejtime me të paditura. Klosi, që është simboli Bixhozit, dhe e kuptoni ju vetë, se çdo të thotë ti je simbol Bixhozi, që lën dhe lkurën tënde peng. I keni lexuar ju 24 orë nga jeta e një gruaje të Stefan Zvajkut? Ju lutem qytetarëve, lexojeni këtë tregim për të patur idenë e plotë se ç'përfaqëson Bledi Klosi, Bledi Bixhozi. Shalsi, që sa shkoj për gjaku Kuksin. Shalsi, që u qaj të tjerve se mbeten të gvjerra 8 apartamente, kur iku nga bashkia. Listë të mbyllur. Po Çuçi, që i detyrohet familjarisht 10 milion euro të vjedhura, të përvetësuara nga Delina, që në rast se takspaguesit amerikanë kërkojnë të kthehen parate, këto i konvertohen në vite burgu. Po Vengu, dezertori i NATO-s, një nga antarë të çetës 5B, edhe ai në mbrojtje. Sepse kreu detyrën me ngarkesat e kokainës dhe të tjera. Ponikua, Peleshi, mbi cilin rëndojnë afera ndër më të rënda, firma ndër më të zezat. Qytetarët Korçare kanë të qartë se kush ka firmos në vendin Edi Ramës për djegësin e Elbasanit. E garantoj Nikon se edhe mandat, mbi mandat të marë, drejtësisë nuk do t'i shpëtoj.
Jo, dale, se këto u ignoruan më në komente, po do i themi gjëra troç. Njeriu që do të ambulonte me blozë për xhepat e vet, Korçën, me termocentrale. Pra çfarë është lista e mbyllur e Edi Ramës? Lista e mbyllur e Edi Ramës është lista e eskapistëve, e atyre që hynë dalin në skap dhe që shkojnë me paturpsinë më të madhe për të kërkuar votën qytetarëve për të mbrojtur nga drejtësia. A është kështu apo jo? Më thoni mua. Po pse vetëm Anila Denaj do të shplajë të gjithë të qeveritë korruptuar? Nuk mund të ndodhë kjo. Ajo është mëkatare, e pa diskutueshme. Po absolutisht Mirela është jo më pak. Mirela është jo më pak, ju them unë ju. Pra, lista e mbyllur është lista e mafjes, është lista e skapit e Edi Ramës. Të shkojmë të lista e hapur. Na thot pak. Çfarë është lista e hapur? Hajdut dhe patronazhist. Po Çenoklos të dytë nuk bën. Po ta krahasosh Çenoklosin me Petrokoçin, te Del Petroja Qelibar. Pak me thënë. E kuptoni ju apo jo? Pra, lista tjetër është patronazhist dhe pastaj të tjerë kërkon Google. Mos harroni, kur t'ja u dëgjoni emrat, klikoni në Google për gjë se çfarë janë. I munges totale respekt ndaj qytetarëve shqiptarë dhe zgjedhësve shqiptarë. Le të përpitet sa të dojë. Le të flasë me vete nga mjezi ndarkë. Atë monologun e mëngjesit ta vazhdoj gjithë ditën filibuster. Po Edi Rama me asgjë nuk mund të mbuloj problematikat e të mërshme të listës që u paraqiti shqiptare. Ato do i mbuloj 11 maj. Dita në të cilën shqiptar do ndëshkojnë me votën e tyre, Edi Ramën dhe shpurën e tij. Faleminderit. Koment në lidhje me kandidatët tuaj që braktisën garën pasi nuk ishin në zonë të sigurt. Do më thënë, një pjesë nuk është të vërtet se kanë braktisur se nuk janë zonë sigurt Anisa. Një pjesë e tyre më përpara kanë bërë të ditur se nuk do të aplikojnë, nuk do hynë në garë. Dhe kjo cili do le të bëjë një check-up tek lista e kandidatëve që kanë hyrë në garë. Pra kanë preferuar të vazhdojnë jetën e tyre private. Në tërësi, deputetët kanë pranuar verdiktin e listës. Tani nuk po flas për ndonjë që nuk e pranoi verdiktin, po unë mendoj se betejë me Edi Ramën ose kundër Edi Ramës zhvillohet jo nga opozitat e opozitës, se ato janë vetëm për të ndihmuar Edi Ramën, po ajo zhvillohet në gjirin
e aleancë më të fuqishme që ka njohur Shqipëria, aleancë për Shqipërinë madhështore. Dhe një pyetje, ndërkohë deputeti Sula vendosi që të hyjë në zgjedhje nëpërmjet një formacioni tjetër politik. Vetë kryeministri e mori sot në mbrojtje duke e konsideruar një gjel deti, por një gjel deti të veçantë. Keni një koment? Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një pateritë të Edi Rams, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim, megjithse unë, e theksoj këtu, respektoj zgjedhjen si thelbin e lirisë të çdo individi. Faleminderit. Mund të jap një dy statistika, po pse i pasën këtu. Janë nga 140 kandidatura, 85 janë burra, 55 janë gra, pra gratë arrin në 39%. Të ri janë 25 apo 18%, pra janë mbi parashikimet. Nga diaspora janë 7 përfaqësues.